Andi Hasani dhe Agron Goxha i konsiderohen dy hajdut profesionist, por për shkak të një gabimi që bën, duke u kthyer në banesën që kishin grabitur, ranë në grackën e policisë. Në këto pamjet e kamerave të sigurisë janë pikërisht dy hajdutët serial Hasani dhe Goxhaj që grabisin një banesë në afërsitë të zonës së porcelanit, brenda të cilës morën një kasafort që kishte brenda shumë aparash, bizhuteri, por dhe një pistolet që pronari i banesës e mante me leje. Dy autorët e kanë vëzhguar fillimisht pronarin e banesës dhe sapo janë siguruar që ky i fundit ishte larguar, janë futur brenda duke marrë kasafortën. Banesa është hapur përmes një çelësi të punuar nga 48 vjeçari Goxhaj, i cili ishte profesionist në klonimin e çelësave. Por pasi kanë hapur kasafortën, hajdutët kanë parë brenda një pistolet dhe janë trembur duke menduar se pronari mund të ishte oficer policie. Ata kanë vendosur që të kthejnë kasafortën me pistoletën brenda, por jo shumat e parave dhe bizhuterit. Sapo janë afruar shtëpisë, ato kanë parë policin që ishte thirrur nga pronari dhe kanë tentuar të largohen me vrap, por janë arrestuar nga efektivet e komisariatit numër 4. Policia sekuestroi kasafortën, sende me vlerë, 2 automjete dhe një motomjet me vlerë rreth 30.000 euro. Policia, pasi kontrolloi banesën e Agron Goxhaj, zbuloi një ambient të përshtatur për të modifikuar çelësa të ndryshëm. Goxhaj rezulton me precedent penal i arrestuar më parë për plagosje në Shkodër. Andi Hasani dhe Agron Goxhaj dyshohet se janë autor të grabitjeve të tjera që kanë ndodhur gjatë kohëve të fundit në Tiranë dhe në Durrës, ngjarje që po verifikohen nga policia.